Nëse s'ja u bën shumica, zoti Gashi, kush duhet m'ja u bën? Ku obligohet se s'pedi. Nëse vazhdimisht ju e justifikoni që deputeti ka drejt me votu kundër. Kush me mundet m'ja u bën që ato gjatë një numër? Unë ta ja përgjigjen që se ti më tregon ku obligohet, edhe të përgjigjem qysh po justifikoj ka jo. Se ku ka vendimi i gjykatës kushtetuese mbi vullnetin e lirë të deputetit të zgjedhur. Mbi jo, fakt demokracisë. Shiko, jo, ne vazhditin e po, zoti Gashi. Mo nuk me maja sy shumë. Mos u bove fond si futbollit të përgjigje, apo? Po nuk më racional se ki do vjetë, ki do shkolla. Po ka dalme. E qysh po kisha po të përgjigje? O, zoti Gashi, kushtetuta Kosovës në thelbin e saj i ka shumica është e obligume me u bë numrat pakicave. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është kushtetutë orientuese edhe shumë keq pikërisht është kushtetutë etnike. Sepse shkelje bazike e drejtave. Kushtetuta e Kosovës fatkeqësisht zoti Gashi ti e din këtë punë po ti s'po dën me di. Deputetit të zgjedhur. Jo s'ka s'po do aty i kalon 20 vene, po ata s'kan ditë kur e kanë shkruar aty me kushtetutë. Ju gjatëni jeni deputet po shteti. Po mbi çfarë po shteti yt. Po ti s'e ke merituar. Kush unë? Ti edhe kjo me të se keni meritu që të shtet. Ky shtet ju ka fal juve. Prandaj nuk dini me respektu. Jo. Kur ti drejtohet Vetë lutem se me Gashin jam. Zoti Gashi gjatë këtij procesit të vjedhjes me botitun e muj patime. Se kam këtë. Gjatë këtij procesit të vjedhjes që kanë qarkullu shumë ide. Ai ploku Finlandez, ploku juet, konstitucionalisti më i madh që ka dhënë trulli evropian shekullin 20-21. Marti Ahtisari, e ka gjetë një solucion që për këmbim me pavarësinë kombëtare të Kosovës, ti si shumicë obligohesh me u bë që ato vende të garantume dhe të rezervume në fillimisht, që i kanë pas, tani i kanë vetë garantume, dhe në suazat qasaj, për pozicione në kuvend, ti detyrohesh me u bë gjatë një numra pakicave, shok, sa ta i kanë vesh 20. Kjo është obligimi, shiko, kjo obligimi bazik. Kjo parimi bazik i kushtetues. I Zimbabvesa, aja banëm rashiqit, o Halen. Bonë serioze. Se i do Bajramovicit? A kjo është interpretimi yti? Kjo është interpretimi yti, o Halen.